Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, do të shkojmë tani live pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës. Ka pasur një thirrje për protestë aty për drejtësi, siguri dhe llogari lidhur me situatën e djeshme në Zvërnec. Policia pa veprim, qytetarët pa mbrojtje është një nga motot që kanë thirrur në fakt protestë qytetare sot. Do të jemi me kolegun Fation Gjinaj për përcjell më shumë detaje. Fation, përshëndetje. Proteste nisur vetëm pak minuta më parë në drejtë e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës në shenjë edhe simbolike lidhur me veprimet e policisë së shtetit dhe policisë së Florës një ditë më parë në ato që konsideruar si një protestë e qytetarëve në zonën e Zvërnecit, por edhe aktivistëve dhe pasuesve të shoqërisë civile mbi pretendime të caktuara të tyre që zhvillohet atje. Duke u referuar protestës së sotme, ndodhemi në rrugën Muslim Shyri në kryeqytet, ku ndodhet edhe drejtoria vendore e policisë së Tiranës. Është zgjedhur simbolik godina e selisë së drejtorisë vendore të Tiranës lidhur me episodet e djeshme dhe ngjarjet e ndodhura në vijim në zonën e Zvërnecit. Për të sjellë në vëmendje atë çfarë ka ndodhur, po I referohemi edhe komunikatave zyrtare të dhëna nga policia. Fillimisht ishte ajo e Vlorës, e cila një ditë më parë në orët e pasdites njoftoi se gjatë tubimit organizuar nga banorët të fshatit Zvërnec në vendin e quajtur Portonov, të cilët kundërshtojnë zbatimin e projektit ndërtimor nga një kompani private, policia pas njoftimit të marrë nga banorët për zhvillimin e këtij tubimi ka marrë masat e nevojshme për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për mbrojtjen e pronës private. Gjatë tubimit situata është përshkallëzuar dhe një grup protestuesish kanë kryer veprime të dhunshme me qëllim prishjen e rrethimit të kantierit të kompanisë. Në këto rrethana, njëri prej protestuesve, shtetasi ESO, është futur me forcë brenda rrethimit të kantierit dhe është shoqëruar nga punonësit e shoqërisë private të sigurisë në ambientin e përcaktuar për rojet. Gjatë shoqërimit nga punonësit e shoqërisë private të sigurisë, shtetasi ESO janë shkaktuar dëme trupore. Menjëherë kanë ndërhyrë shërbimet e policisë, të cilat kanë nxjerrë shtetasin e ESO nga ambienti ku mbahej nga punonësit e shoqërisë private të sigurisë. Më pas ai është paraqitur në drejtorinë vendore të policisë Vlorë, ku ka bërë kallëzim penal ndaj punonësve të kësaj shoqërie. Në vijim të veprimeve procedurale, njoftonte dje policia e Vlorës, proceduan penalisht shtetasit, dy shtetasit e përfshirë në veprimet e dhunshme që janë punonës të shoqërisë private të sigurisë. Ndërkohë që sa I takon kësaj komunikate të policisë që shkaktoi edhe reagim të opinionit publik në vijim të veprimeve procedurale, u proceduan penalisht 15 shtetas pjesëmarrës në tubim, të cilët pra janë qytetarë dhe aktivistë, të cilët dyshohet se kanë kryer veprime të dhunshme me qëllim prishjen e rrethimit të kantierit. Materialet procedurale u referuan, thoshte policia e Vlorës prokurorisë, por kjo deklaratë dhe ky njoftim I policisë së Vlorës u konsiderua si kontradiktor dhe I kushtoi vendin e punës drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, I cili u pezullua nga detyra deri në verifikim të veprimeve që ka kryer policia e Vlorës ndaj protestuesve, ndërkohë që dje në orët e mbrëmjes drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit do të njoftonte përmes nisjes së komunikatës së saj me ndjes publike për pavërtetësinë e policisë së Vlorës se qytetari në fakt nuk është futur me forcë brenda rrethimit të kantierit, sikundër është raportuar në komunikatën që citova pak më sipër. Në këto rrethana dhe pavarësisht se në të gjithë pjesën tjetër komunikata e drejtorisë vendore thot policia e shtetit është korrekte, drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit vendosi pezullimin e menjëhershëm nga detyra të drejtorit vendor të Vlorës. Besimi I publikut për policinë e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe sënimi I tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast, do të thoshte në komunikatën zyrtare drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Ndërsa lidhur me pretendimet e protestës në fjalë, tha dje në mbrëmje policia e shtetit, bëjmë dije se janë ndjekur me vëmendje në territor I rrethuar që rezulton të jetë tërësisht privat me dokumente të rregull hipotekore si dhe me autorizim ligjor për rrethimin e saj, do thoshte policia e shtetit, ndërkohë që bënte edhe një thirrje që qytetarët të cilët kanë pretendime të drejtohen gjykatave për zgjidhjen e konflikteve të tjera të tyre. Ndërkohë që sot pati një reagim tjetër nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, ku bënte me dije se është identifikuar, kapur dhe arrestuar punonësi I shoqërisë
private të sigurisë, kantiere që goditi me grush shtetasin S, ndërkohë që nis hetimi disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës me dyshimet se veprimet e tyre kanë qenë jo në konform ligjit në përputhje me detyrat e tyre ligjore. Menjëherë pas publikimit të pamjeve filmike ku shfaqet një punonjës i shoqërisë private të sigurisë duke goditur me grusht shtetasin S, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëroi ngritjen e një grupi posaçëm hetimor për të analizuar dhe hetuar të gjitha veprimet e ndodhura ditën e djeshme në lidhje me protestën e banorëve të fshatit Zvërnes në vendin e quajtur Portonov. Në vijim të veprimeve hetimore, tha drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, u bën identifikimi dhe shoqërimi i punonjësit të shoqërisë private, Geraldo Biba, 32 vjeç, banues në Durrës, i cili në përfundim të veprimeve të para hetimore u arrestua për heqje të palishme të lirisë dhe plagosje lehtë me dashje. Ndërkohë, ky shtetas sot policia e shtetit ka goditur me grush shtetasin S dhe më pas në bashkëpunim me shtetasit AG dhe GV, të dy të proceduar penalisht në gjendje të lirë, e kanë tërhequr me forcë drejt vendit të rezervuar për roje duke i shkaktuar dëmtime të lehta trupore. Paralelisht me veprimet hetimore, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit për nisjen e menjëhershme të hetimit disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të policisë së Vlorës në lidhje me masat dhe menaxhimin e tubimit të zhvilluar ditën e djeshme. Ndërkohë që sot, pikërisht mbi bazën e saj raportova më sipër, ka shkaktuar pak kënaqësi tek qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile që janë grumbulluar para drejtorisë vendore të policisë së Tiranës për të protestuar. E qartë. Fation, mirë, ne do t'jemi edhe në vijim me pamjet live nga